Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi këtë të shtunë një bashkëbisedim online me qytetarët. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh me bindje për rëndësinë e qëndrimit të opozitës dhe të kryengritjeve paqësorë në Shqipëri. Ai theksoi se përpjekjet e tyre të organizuara dhe të vendosura kanë pasur ndikim të madh mbi figurën e kryeministrit Edi Rama, duke e bërë atë sipas tij delen në zezë të mediave ndërkombëtare dhe të plagosur politikisht. Janë kryengritjet tona paqësore, ato të cilat e kanë bërë Edi Ramën delen e zezë të mediave ndërkombëtare. Sot, si për asnjë lider tjetër të Europës, mediat e mëdha botërore kanë shpërthyer ndaj tij me epitete nga më të rënda, duke e vlerësuar atë një gangren që duhet të hiqet për vendin e tij, duke e akuzuar direkt se mbrojtja që i bën Lubi Ballukut lidhet vetëm me implikimin e tij në aferat korruptive, duke e damkosur përsëri si arkitektin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra, çdo ditë, fal kryengritjes paqësore tuaj, mos pajtimit tuaj me vendimet e tij, Edi Rama damkoset sa asnjë lider tjetër në Europë. I pyetur mbi rezolutën për integrimin dhe qëndrimin e Edi Ramës ndaj ligjeve të integrimit kur ishte në opozitë, Berisha theksoi se Partia Demokratike kërkon që procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian të jetë i bazuar mbi merit dhe jo mbi lobime korruptive. Ai kritikoi ashpër Ramën, duke e përshkruar atë si armik të shqiptarëve dhe demokracisë dhe duke u ndalur te veprimet e tij që sipas Berishës kanë qenë anti-shqiptare. Rezoluta PDPS shpreh atë që ne, si Parti Demokratike, kemi deklaruar gjithnjë, siç e dini ju, që ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse theksoj se përveç kriterit gjeopolitik, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter. Dhe ju lutem, rikujtojeni këtë qëndrim tonin, këtë tezë kryesore tonin. Pse është kjo, ta zbërthej pak. Pas luftës në Ukrainë dhe disa ndryshimesh tjera, në Bruksel u kriju opinioni se Ballkani Perëndimor duhet të integrohet pa vonesë, të themi. Dhe u kriju përshtypja se po sakrifikohet platforma e integrimit bazuar në merit për shkak të predominimit të prevalencës të faktorit gjeopolitik. Përsa i përket rrugëtimit të opozitës drejt mbrojtjes së votës së lirë, Sali Berisha e përshkroi situatën si kilometrin e fundit në një betejë që ka nisur që prej vitit 2021.